Ju përshëndesim zonja dhe zotrin, nga këndi të ftuari, do të flasim për aktualitetin politik, por fokusin do të kemi tek zhvillimet opozitare në vend. Aksioni opozitar, si që dhe keni parë 3 javët e fundit, është zhvendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, me atë çfarë është konsideruar protesta foltore, po ndërkohë një tjetër foltore i mbivendoset protestës foltore në bulevard, që tashmë natyrisht shtrihet edhe në rrethe dhe mini bashki, dhe flas për atë çfarë është cilësuar lëvizje për ndryshim brenda Partisë Demokratike, flas foltoret që mbahen nga Saliani apo Ali Mehmeti. Për të diskutuar për zhvillimet brenda opozitare, po jo vetëm, lejoni të prezantoj të ftuarin, është zoti Gylsen Zhullima, avokat. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Shfletova para se të nisnim bisedën bashk dhe gjeta në arkivat tuaja një diskutim që ju e kishit bërë para një viti sa i takon Salianit, në momentin kur burgosej Saliani, dhe ndër të tjera ju bët një pyetje retorike për çfarë bën burg Saliani, mos për të dukur, për të manifestuar një politikan i fort që nesër tjetë i aftë për drejtuar Partinë Demokratike. Prandaj duhet ta nis më një herë dhe t'i shkoj në thelb çështjes. E konsideroni foltoren e Salianit një lëvizje për ndryshim, zgjim të Partisë Demokratike, apo agent personale të tij, siç e cilëson kryetari i opozitës Berisha? Atëherë të jemi realist në opinionin publik, ashtu siç kam qenë gjithmonë në çdo intervistë në televizionin tuaj, duhet keni parasysh që arrestimi dhe momenti i burgosjes së zotit Saliani nga pikpamja juridike ka qenë një gjyq politik dhe jo një gjyq një procesi të rregullt ligjor. Këtë kam deklaruar në çdo pozitë time si avokat, por edhe si një person i cili dua të komentoj aktualitetin politik në vend. Përveç kësaj, duhet keni parasysh që burgosja e tij ishte do thoj edhe një shans, sepse në rast se zoti Saliani do të ishte jashtë burgut dhe do të ishte me detyrim paraqitje, i dënuar juridikisht, por edhe politikisht, dhe të kishte përballë tij zotin Rama, që ka marrë 83 mandate, politikisht do të ishte i djegur. Pra, duke qenë në burg, ai është përfituesi i kësaj ngjarje, dhe ai që politikisht është djegur dhe nuk mundet të ketë një kartë ndryshimi, që do të thotë që të ketë një plan B, që ajo i plani B ta shpëtojë, është zoti Berisha, dhe nga në aspekti më i gjerë opozitar, por edhe politik, të favorizuarit të tjerë janë zoti Ilir Metaj dhe zoti Veliaj. Pse? Sepse pikërisht SPAK-u ka përdorur mekanizmin e arrestimit të tyre, tani nga pikpamja politike juridike mbetet për të parë, por për shkak se janë funksionar politik, do të thotë që ata kanë përfituar nga arrestimi, sepse nuk kanë qenë përballë zotit Rama që ta mundin me 11 maj. Tani do të thotë dikush për zotin Veliaj, po edhe zoti Veliaj për mendimin tim kishte një interes që zoti Rama mos të fitonte zgjedhjet e 11 maj, po të humbiste ose të kishte një bashkëqeverisje që ai në të ardhmen të kishte një, do thosha, plan B për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste. Dhe duke marrë të gjithë këta 3 personat, pra zoti Saliani, zotin Meta dhe zotin Veliaj, duke vendosur në një pozitë të caktuar përballë zotit Rama, janë më të fituar dhe më të privilegjuar për arsye se politikisht zoti Rama dhe zoti Berisha janë djegur në aspektin politik. Pse? Se edhe zoti Rama dhe zoti Berisha bëjnë marrëveshje politike, dhe zoti Rama dhe zoti Berisha bëjnë po të njëjtën gjë, janë si viktim edhe autor në të njëjtën ngjarje gjithmonë, ndërsa zoti Veliaj, zoti Meta dhe zoti Saliani kanë qenë viktim e sistemit politik, juridik, penal të manipuluar, por në sy të opinionit publik. Pra, çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo do të thotë që kur ty prangat i vendos prokuroria, në sy dhe në mentalitetin edhe në mendje, në shpirtin edhe në çfarë do lloj gjëje të çdo qytetarit është fakt konkret. Pra, burgu është fakt, pra drejtësia është dhënë nëpërmjet SPAK-ut. Ky koncept është i gabuar dhe prandaj zoti Saliani në rastin e tij që mbushi atë sallën që pam në Durrës, çfarë është? Është një zgjim
është një opozitë e brendshme brenda opozitës në Partinë Demokratike që duhet të çeli çfarë hapjen e partisë. Zoti Sajani e ka përdorur këtë, do të thoya, si një moment të tij personal, sepse kështu është. Pra politika çfarë është? Është një investim, një kapital ose një do të thosha iniciativë individuale e cila ti nga individualizmi në fund fare futesh ku në një trup që është kolegjal. Dhe prandaj unë mendoj që zoti Sajani në rast se do ta vazhdoj kështu siç e ka, por duke respektuar statutin dhe normat të cilët janë normuar në Partinë Demokratike, besoj që se kjo frym mund të vazhdoj. Por unë jam pak skeptik sepse kam parë shumë iniciativa të tilla të cilët ndizet flaka dhe pas një kohë të caktuar shuhet. Uroj që mos ndodhi kjo. Zoti Zhillima, sa i takon qëndrimit që ka patur kreu i Partisë Demokratike në lidhje me lëvizjen e Salianit, pra në fillim dukej më dashamirës, pastaj në qëndrimet e më vonshme e konsideroj agent personale të tij, si e gjykoni juve deklaratën apo deklaratat as pak në sinkron të kreut PD-s? Kur do të shikoni ju që zoti Sajani dhe personat të tjerë do fillojnë të aplikojnë në statutin e Partisë Demokratike, atëherë unë mendoj që duhet të komentojmë atë do të thoya komentin politik apo deklaratën e zotit të Berisha. Në këto momente që flasim, është herët për të paragjykuar deklaratën e zotit Berisha, sepse duhet të kuptoni diçka. Ajo parti e cila sot është e vdekur në mënyrë demokratike, pra në kuptimin që nuk funksionon demokracia e brendshme dhe debati i brendshëm, është Partia Socialiste. Pra, Partia Socialiste nga 2013 deri më sot quhet e vdekur edhe nuk ringjallet dot. Pse nuk ringjallet? Sepse nuk di të përdorë demokracinë e brendshme për përfitime të planeve në politikë. Ndërsa Partia Demokratike e goditur nga 2021 deri në 2025 nga faktori jo ndërkombëtar, se mos ta përgjithsojmë ndërkombëtar, por nga subjektet e caktuara, Yuri Kim, e cila ishte një ambasadore karriere dhe përfundoi imagjino tani ti je karriere ambasadore të përfundosh administratore të një kompanie, ndërsa zoti Berisha i cili u iniciua lufta nga zonja Yuri Kim duke marrë dhe përfitsuar flamurin amerikan, sikur Amerika e gjithë ishte kundër Sali Berishës, duke shpallur në ngrada. Sot zoti Blinken ku ndodhet? Turist. Ku ndodhet zoti Berisha? Deputet. Ku është kryetari i Partisë Demokratike? Ku është kryetari i opozitës? Ku janë të gjithë këta të cilët ne na thonin për demokraci, për liri, për të gjitha këto vlerat dhe në fund fare në vendet e tyre u dukën të papunë sot? Pra çfarë do të thotë? Në Shqipëri erdhën për të bërë politik apo erdhën për të shërbyer vendin tyre? Unë mendoj se erdhën duke bërë politik. Tani i shërbyen vendin tyre, unë mendoj se nuk i kanë shërbyer. Që do të thotë do në një moment të dytë do ta shikoni sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk tallen me përfaqësimin e tyre, pavarësisht se dikush mund të përvitsojë flamurin amerikan ose strukturat amerikane, por në një moment të dytë do të shikoni se si do zbardhen përgjime dhe komunikime të cilët ka qenë në dëm të interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po nuk i zbardhun sepse nuk kam autoritet, do t'i zbardhin institucionet përkatëse që mbrojnë interesat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por çfarë ndodhi nga 2021 dhe 2025? Një ambasadore shkon edhe godet një parti politike në politikën shqiptare. A është ndërhyrje e brendshme? Po. Pra, edhe në këtë luftë Partia Demokratike arriti çfarë? Debatin, konsultimin, çdo gjë të mundshme që ka arritur, ndërsa në Partinë Socialiste e keni parë shumë mirë se si fitohet ndonjëherë spatën që ja ka dhënë Altin Dumanit zoti Rama dhe ndonjëherë ja merr zoti Rama Altin Dumanit spatën. Pra është e çuditshme. Dhe këtu duhet të reflektoj aspekti opozitar. Jo të bëj denoncuesin, po të shikoj se si zoti Rama ka përdorur spakun si një mekanizëm ndalues, pengues, kufizues ndaj kundërshtarëve politik. Zotit Meta, zotit Berisha dhe në fund fare të zotit Veliaj. Pse e them rastin e zotit Veliaj? Sepse zoti Veliaj u arrestua në kushtet e flagrancës sipas spakut. Zhillima, po pse i fundit Veliaj e përjashtoni rastin Balluku?
unë te rasti Balluku dua të them që zoti Rama të dali viktim e kësaj ngjarje dhe mbajeni mend që gjykata kushtetuese nuk po e merr në shqyrtim në mënyrë të shpejtë për arsye sepse është një ndër veprimet të cilët ka bërë Spaku duke cenuar për të tretën herë institucionet kushtetuese që janë në ndarje të tyre, që janë institucionet kushtetuese ndajnë në 3 pushtete, e kemi pranuar që në 1998 dhe vjen tani Spaku, duke ne ka thënë që ne po luftojmë krimin organizuar ose korrupsion, që me krimin organizuar i ka lënë lakuriqe ata të Spakut, por gjithsesi është punë tjetër kjo, ndërsa për korrupsion, për të bërë statistika dhe jo për të dhënë atë që duhet, çfarë e hetimin, ndjekjen penale, ju e pat fare mirë. Rasti me Mogherini, e pat si ndodhi, e mbajtën aty disa orë, pastaj i thanë je e lirë dhe do gjykohesh, ndërsa në Shqipëri vuajnë për show, vuajnë për një prokuror i cili mendon se të shpëtoj fëmijët tanë, ndërsa ne qytetarët shqiptarë kemi në dorë të shpëtojmë veten tonë dhe vendin tonë përmes votës. Kush nuk ja vlen, nuk ka nevojë të bëhet statistikë e drejtësisë, në fund fare ky individ i nënshtrohet verdiktit qytetar dhe qytetarët e ndëshkojnë, pra nuk e votojnë. Në rast se ti sot më thua që unë bëra luftë kundër krimit organizuar dhe kundër korrupsionit, okej, te krimi organizuar me 11 nëntor zotri ke mbaruar, nuk ke luftuar asgjë. Një brim në ujë ke bërë. Por me korrupsionin në 11 maj ke humbur totalisht. Pse? Se Partia Socialiste që është akuzuar, është kapur, thoni me flagrancë, me vendime gjyqësore, çfarë të doni, është e proceduar në SPAK për sy të opinionit publik flas. Mori 83 mandate. Mund na thot dikush nga Spaku, si ka mundësi që te krimi organizuar keni dështuar, si ka mundësi që ky të marrë 83 mandate? Kush është receta që i keni dhënë ju Partisë Socialiste që të jetë në pushtet? Pra, çfarë do të thot? Heshtja nuk kupton fajsin. Çfarë do të thot? Që zoti Dumani duhet na thot pse e ndihmoi zotin Rama me 83 mandate. Dhe rasti i zonjës Balluku çfarë është? Pezullohet zëvendës kryeministrja, po përpara zëvendës kryeministrja përfaqëson Këshillin e Ministrave me delegim të kryeministrit. Pra, janë institucione të caktuara kushtetuese, të cilët kanë secilin pavarësinë e tij dhe një vendim gjyqësor i plepave 2 që do i ngeci ajo që kam thënë vazhdimisht reforma afrikane dhe jemi në kuadrin e ngecës së reformës afrikane dhe në fund fare ajo që qytetarët shqiptarë duhet kuptojnë është doni statistika dhe pastaj të na vi fatura nga gjykatat ndërkombëtare duke ne thënë që u kënaqet me statistika, u kënaqet me arrestimet dhe në fund fare do paguani ata të cilët i kemi na përburgje sot. Pra do të thotë qytetarët duhet ndërgjegjësohen dhe jo të bien viktim e ignorancës juridike që shikoni shpesh herë nga Spaku. Çfarë do të thotë? Kërkon prokurori gjykatës më pezullo zëvendës kryeministrin. Nesër prokurori mund të thotë pezullo kryeministrin. Pas nesër mund të thotë pezullo zotin. Pse ekziston të pezullojmë gjithë këto institucione apo edhe zotin? Pra do të thotë që nuk jemi në nivelin e dur që të kuptojmë që ligji dhe politika shkojnë bashkë. Pse? Sepse nga kuvendi është emëruar zoti Dumani atje. Nuk është emëruar nga zoti edhe ka vendosur aty dikush në SPAK. Edhe atë prokurorin tjetër, edhe atë plepaxhiun tjetër që bën noterin e prokurorisë së posaçme, flas për gjyqtarin Çela. Pra do të thotë, duke e parë këtë si një analizë të tërë, do të kuptojmë në rast se zotri dhe zonja jemi në aspektin e ignorancës, pranoni ignorancën dhe bëni palë me ignorancën. Por në rast se doni të jemi në raport me të drejtën dhe raport gjithmonë me parimet kushtetuese dhe pezullimi i zonjës Balluku është antikushtetues dhe rasti i arrestimeve dhe statistikave janë statistika të cilët ne na prodhojnë në të ardhmen një rëndim në buxhetin e shtetit sepse gjoba do faturohen të gjithë qytetarët shqiptar dhe zoti Dumani, zoti Kraja, zoti Klapi, zotri dhe zonjat të tjerë që janë të gjithë shenjtorët atje dhe ne që kemi djalli, nuk do paguajnë asgjë sepse do thënë a deshet ju reform? Po, a deshet ju t'i fusim burg? Ne i futëm në burg. Pra e realizuam atë që donit ju, sepse ju si popull s'ju ambaka që t'i ndëshkoni me votë, sepse në fund fare këta ju bëjnë presion dhe mbajnë në pengmarrje. Pra do thot kush e pas ka problemin dhe të gjithë po thuajse, edhe këta 20 shenjtorët e SPAK-ut, me thonjë se gjithmonë, edhe Rama do dalin viktimë dhe do thot
ne nuk ju tham të i fusni në burg, ne tham të japim drejtësi, por e dini ju që ne ende mentalitetin e kemi të 1944 dhe përveç kësaj të çojmë edhe 1976 në kushtetutën e famshme që prokuroria është mbi palët dhe këte po jetojmë në 2025. Prandaj, integrimi drejt Bashkimit Evropian është shuajtur që në 2016, sepse kërkohen reforma më të thella, të cilat të kuptojnë që ndarja dhe balancimi i pushteteve nuk është thjesht në një perceptim. Pra, shkëlqen që ka flori, shkëlqen që ka diamant. Jo, edhe floriri, edhe diamant duhet provohen, po nuk mund të abuzosh mbi atë që duhet të vërtetosh, sepse këtu, në këtë situatë sot, jemi thjesht statistikore për të gjithë të proceduarit, sepse është cenuar në të gjitha fazet prezumimin e pafajësisë. Rasti zotit Veliaj, kur zoti Rama e kishte bërë fakt të kryer se zoti Veliaj do të shkarkohej nga gjykata kushtetuese, zoti Begaj çfarë u bë? U bë noteri zotit Rama. Dhe në daljet publike të mia kam thënë, në rast se gjykata kushtetuese do të vinë në nivelin e saj të kushtetues, do të thotë që zoti Veliaj nuk mund të shkarkohej nga detyra, sepse procedimi penal nuk të kufizon me dëshirë vullnetin për të ushtruar detyrën. Dhe përveç kësaj, kam kërkuar nga të gjithë funksionarët publik, nga të gjithë llojet, pra në të çdo shkallë, në rast se doni të vinë në nivelin e dur, respektoni Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë përpara, duke bërë interpretim të drejtë dhe jo interpretim në pengmarrje, sepse ekzistojnë gjyqtarë të cilët sot janë në pengmarrje. Në rast se jeni në pengmarrje, mund të jepni dorëheqjen sepse Shqipëria do të shkojë drejt Bashkimit Evropian dhe jo drejt Bashkimit Sovjetik. Tani, par nga rrafshi ligjor, ju jeni avokat, keni folur për parti historike, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, se cila historinë e tyre, zhëllima që nuk e kanë faktas pak të ngjashme me njëra tjetrën, dhe prandaj dhe pritshmërit sa i takon Partisë Demokratike për zhvillimet e brendshme janë krejt të ndryshe nga ato të Partisë Socialiste që e kanë ideologjinë e saj të hershme që njëshi nuk kundërshtohet. Po parë në rrafshin e statusit, leadershipit apo strukturat e Partisë Demokratike, nëse keni ju një gjykim tuaj, disa herë jeni prezantuar edhe si pjesë e opozitës. Jo, unë bëj pjesë e opozitës, po nuk bëj pjesë e një subjektit konkret politik aktualisht. Pra do të thotë, unë opozitar jam, po do të thotë që edhe nesër në rast se Partia Socialiste vjen në opozitë, edhe unë akoma jam avokat, sigurisht që opozitar do t'jem ndaj çdo qeverie e cila shkatron dhe shkel çdo parim së drejtës dhe të mbrojtës së qytetarit. Në rast se ka një subjekt politik dhe një qeveri e cila vjen për një program të qartë dhe t'i japi qytetarëve të drejtat dhe lirit ato që duhet të jepen, në vendimarrje flas, jo të drejtën të flasësh, se të flasësh mund të flasësh sa të duash, nuk të pengon dikush, por në vendimarrje dhe në atë që ne themi në një vendimarrje kolegjale për interesin e përbashkët. Çfarë është politika? Interesi i përbashkët nuk është individual. Individualiteti në politik është thjesht karakteri dhe ajo që flasim në integriteti i personit që ushtron një funksion publik që është edhe politik. Prandaj duhet të them që unë bashkohem me aksionet opozitare në tërësi, po me Partinë Demokratike kam disa ndarje për arsye se Partia Demokratike e zauron ose më mirë përvitson termin opozit në gjithë atë që ne themi gjithëpërfshirjen e fjalisë e opozitarizmit. Opozitar mund të jesh edhe në gjykatë, pra do të thotë që s'bie dakord me vendimin gjyqësor, po si do ta bësh opozitarizmin? Duke ankuar ndaj një vendimit gjyqësor, pra duke ushtruar të drejtën e ankimit, po jo duke rrafë dhe duke vrarë gjyqtar. Dhe në politik çfarë do të bësh? Do të bësh mekanizmin që duhet të kundërshtosh dhe të dërgosh mesazhet e tua aty ku duhet, dhe sigurisht në rast se reflektojnë dhe kuptojnë mirë, në rast se nuk e kuptojnë, nuk do të thotë që duhet ndaloj apo duhet të lodhem të flas, sepse e dini kush është koncepti sot. Jemi lodhur duke vajtur në gjyqe. Po më po shoj dikush me zor, edhe ai të çojë me zor, ti mbro veten tënde. Je i detyruar të zgjidhësh këtë rrugë. Pse? Se s'ka rrugë tjetër. Rruga tjetër është kundër vajtit, pra rruga tjetër është e kundërligjshme. Në rast se do të jesh i ligjshëm edhe të kalosh në rregulla, kjo është demokracia. Në rast se do të merresh me politik, kandidosh, futu me një parti politike. Pastaj, në rast se ti thua që politika është e korruptuar, më fal, ky është sistemi politik që kemi zgjedhur. Pra, çfarë është sistemi politik? Kemi zgjedhur që nga
kohë e diktaturës të shkojmë në kohën e demokracisë. Demokracia nuk dhurohet, përfitohet, luftohet ditë për ditë. Nuk është një demokraci që thotë tani ta kam dhënë ty dhe është moment të flasësh. Ne jetojmë në demokraci sot, Zhllima? Jo, është si më të thënë ty tani në këtë moment, thua, ço ti të vi unë të ulem unë aty ku je ti, sepse unë jam i bukur edhe ti nuk e ke bërë punën mirë. Pra, shkon kjo si logjik, nuk shkon. Konkurenca, meritokracia, parimet, dhe në fund fare kush është më i zotë. Zhllima, i marrim të mirë qëndër të gjitha këto, meritokracia, konkurenca e ndershme, demokracia. Jemi akoma në moshën 5 vjeçare, nuk jemi në 35 vite demokraci. Akoma nuk kemi kuptuar thelbin e demokracisë. Për shembull, t'ju jap një rast konkret. Në rast se unë them, 5 vjeçare ne kemi moshën e SPAK-ut, Zhllima. Prandaj, po, ashtu është, edhe SPAK-u njësoj është. Thjesht t'ju jap një shembull konkret. Kur thua demokraci në Partinë Socialiste, thot një qytetar, nuk jam demokrat unë. Pra, në aspektin të parë thua, më fal, flasim për parime demokratike që edhe ai subjekt duhet të ketë, pavarësisht se ti je komunist në mendjen tënde. Ose pavarësisht se ti je bindur akoma je brumosur me kohën e Enverit, a kupton? Pra, njerëzit akoma në një kategori të madhe njerëz nuk e kanë kuptuar që një parime demokratike nuk do të thotë që ti je Sali, nuk do të thotë që ti je Edi, nuk do të thotë që ti je Rama edhe me radhë, ose Ilir ose të tjerë. Prandaj ne duam akoma kohë të kuptojmë se si demokracia zhvillohet dhe si ajo mbrohet. Pra, demokracia nuk mbrohet duke heshtur. Demokracia mbrohet duke folur. Pse duke folur? Sepse ai tjetri, në rast se thot, nuk funksionon kjo, nuk bën ajo tjetër, si zoti Rama thoshte, ai gjyqtari që dha sigurime pa dis, da atij tjetrit, do ta tregoj unë, e pa qytetarin në datën 9-6 tetor kur ishte e vrau gjyqtarin. Pse? Sa i tha, kur e thot kryeministri, po unë çfarë pres nga ky gjyqtar, pa e vrau gjyqtarin. Pra, jemi akoma një shoqëri e cila kënaqemi të bëjmë dëm për interesat e tjerëve, ndërsa kur shkojmë jashtë shtetit, ndërtojmë edhe vendet e tjera, edhe jetën tonë jashtë shtetit dhe bëjmë më të mirët. Pra, e kupton në cilën situatë jemi, prandaj edhe SPAK-u, edhe demokracia në vetvete nuk janë institucion të cilët duhet të lënë në mëshirë të fatit. E dini çfarë kanë bërë te SPAK-u këta të mençurit e politikës? I kanë dhënë autoritet të pakontrolluar. Më fal, nuk ekziston në asnjë vend të botës që një institucion të ketë autoritet dhe vetë rregullim pa një kontroll të jashtëm kushtetues. Vetëm këta e kanë bërë. Pse? Dëgjoj një ambasador, dëgjoj njërin që ka ardhur si ekspert djathtas majtas, pas as ka shkelur asnjëherë në gjyqin në Shqipëri, nuk e di si merren vendimarrjet dhe në fund fare na thënë ekspertët na kanë dhënë ne mendimin. Po ai s'të ka shkelur një ditë shikoj dhe të marri ta anën praktike dhe teorike, ta vendosi baksh, ta lidhi dhe në fund fare të thotë, zotëri, sipas kësaj na dalin këto defekte. Këto defekte duhet i rregullojmë. Nuk ekziston. Prandaj SPAK-u është çfarë është? Është një mekanizëm i 1976 të cilën u normuar në nenin 104 të Kushtetutës që prokurori ishte mbi gjykatës dhe mbi gjykatën. Dhe çfarë ndodhi? Duke marrë si rast që ne nga 1991 deri më sot nuk kemi parë politikan në burgje, dhe çfarë bërën këta? Thanë, tani derisa ky popull nuk i ka pa që ta çfrym situatën, që populli mos tjetë i agravuar me politikën, po i marrin, po i arrestojmë të gjithë këta, po i fusin në përburgje, se se diçka ka për këta, dhe në fund fare çfarë ndodh? Ne do paguajmë faturën. Unë faturën nuk e them se kam adhën tim, se dhe unë do ta paguaj faturën e këtyre, sepse kur ato do gabojnë do ta paguajmë ne si qytetarë, të gjithë paguajmë. Besoj se qytetarët e kanë qartë. Jo, nuk e kanë qartë, di pse? Se s'ka ardhur akoma flaka. Kur vjen flaka, pastaj thotë, "O, ku e kam tubin dhe ujin?" Po ai ti ka marrë edhe tubin dhe ujin dhe të kalon që flaka të marrë përpara. Prandaj duhet i themi qytetarëve, a e vërteta është që po doni ti djegin penalisht, shikoni rastin Beleri, e mbani mend, u arrestua këtu për korrupsion, Greqia e bëri eurodeputet. Mirë, do të bëj pyetje unë tani. Po mirë Greqia e bëri eurodeputet. Po Parlamenti Evropian që ne do shkojmë në Parlamentin Evropian. Pse si tha Greqisë mos më silli një person që ka i dënuar në Shqipëri? Pra çfarë do thot? Ligji i dekriminalizimit çfarë ishte? Ishte një lojë që politika e përdori vetë për çfarë arsye? Që ti thot përdorte bandat kriminale në favorin e saj dhe në fund i fare thoshte bandave, "Më falo vlla, po nuk mund të fus në punë." Sepse është ligji, ti je i dënuar. Pra edhe i përdor politika, në tërsinë e saj të flas. Prandaj duhet të them që
Nuk mundet ne si qytetar të presim të vi Flaka. Flaka ka ardhur, e keni se cilën në mënyrë ti e ka në derën e tij. Puna është si shoqëri, do gjejmë guximin që mos të themi që fajin çdo gjë kanë opozita në këtë vend, se këtu në Shqipëri pse mungon sepse e di çfarë ndodh në Shqipëri, ndodh diçka shumë e lezetshme. Në gjithë vendet perëndimore, fajin e ka qeveria. Në Shqipëri e ka gjithmonë opozita. Pra, sot qeverisë Edi Rama, ne fajtor kemi Ilir Metën dhe Sali Berishën. Qartë. Pse ndodh kjo gjë? Sepse do të them një rast për shembull. Mos ta specifikojmë sepse në ngelin edhe atë. Për shembull, zhllima sepse kam dhe një pyetje tjetër të fundit. Po, keni qenë për shembull deputete ju me Partinë Demokratike? Po, jeni zhgënjyer ju me Sali Berishën supozojmë, mi ose unë. E çfarë filloi unë? Kur jam zhgënjyer pas shumë vitesh, ajo filloi edhe flas kundër Sali Berishës. Po, tani halli im nuk mund të bëhet hall kombëtar. Edhe po të shikoni ka emra të caktuar që kanë qenë ish deputet, ish presidenta, ish ministra, dhe sot bëhen analista. Nuk ja shikonin të metat kur i vuri ministra. Po jo, se nuk shikon, asnjëri nuk ta shikon të metën, nuk ta shikon. Dhe unë kur them vazhdimisht, ore zoti Rama, zoti Berisha, zoti Meta, zoti Velia i të gjithë këta, janë rrethuar me servila. Janë rrethuar me servila. Më lejo pyetjen e fundit të lutem, sepse kemi parë që kohët e fundit keni përforcuar ekipin mbrojtës të kreut të Partisë Lirisë në gjykatën e posaçme për krah avokatit tjetër Kujtim Cakrani. Ç'mund të na thoni në lidhje me... Po, atëre zoti Meta më ka porositur që ne bashkë me zotin Cakrani të bëjmë një mbrojtje sa më të mirë, e cila do të jetë në raport gjithmonë me një proces të rregullt ligjor. Ne si mbrojtja nuk do të bëjmë asnjë shkelje procedurale. Do mundohemi nëpërmjet parashtrimeve në gjykatë t'i themi prokurorisë dhe sigurisht gjykatës që prokuroria nuk ka marrë provat e duhura dhe prova të mjaftueshme që zoti Meta të jetë akoma në arrest në burg. Pra, për mendimin ton duhet të lirohet menjëherë për shkak se nuk ka prova apo fakte apo indicie të cilat të bëjnë ty që zoti Meta ka dyshohet për veprimtari të tilla si korrupsion dhe pastrim parave, dhe në të ardhmen për shkak se jemi në seancë paraprake dhe nuk mund të shpreh mbi aktet, sepse është sekretja akoma hetimor është në fuqi. Në rastin që gjykata e shkallës parë, seanca paraprake, e dërgon çështjen në gjykim, automatikisht jemi autorizuar nga zoti Meta që të dalim në konferenca duke folur me prova, me fakte që rrezojnë të gjithë akuzën dhe të gjithë shohun që u përdor me arrestimin e padrejtë të presidentit të Republikës, i cili ka qenë në krye të detyrës për shumë vite në Republikën e Shqipërisë, dhe zoti Dumani del në një deklaratë publike pasi dhe është momenti që largohet dhe thotë nuk ishte arrestimi i dur. Po cili ka qenë arrestimi i dur, dhe përveç kësaj zoti Erion Çela ishte i verbër, edhe nuk parë që rasti i zotit Meta ka qenë një arrestim jo i drejtë dhe jo në përputhje me rregulloren e policisë së shtetit, me ligjin e policisë së shtetit, me procedurën penale që kemi në Republikën e Shqipërisë, e cila gjithmonë zbatohet në çdo gjendje, në çdo shkallë të gjykimit. Prandaj duhet kemi parasysh që zoti Meta nuk është se nuk e di për çfarë është aty brenda. Pra e di shumë mirë që brenda është politikisht dhe e di shumë mirë që brenda u fut për arsye se zoti Rama duhet fitonte në mënyrë të tillë që fitoi me 11 maj. Prandaj ju them që rasti i zotit Meta është një rast i cili sapo të kemi mundësinë të dalin në publik të gjitha ato akte që ka mbledhur prokuroria, dhe unë i kam, të them vërtetën, e ke këtu, që janë 214 faqe, po janë edhe 70.000 faqe të cilat prokuroria mendon se zoti Meta ka kryer vepra penale, të cilat nuk është e vërtetë, po gjithsesi në një moment tjetër do flasim. Do të shikoni qartësi që e gjithë kjo akuzë që është ndaj zotit Meta është një akuzë politike, është një akuzë e cila i shërben vetëm zotit Dumanit, i cili në fund fare nga prokurori Spakut mund ta shikoni në të ardhme antari Partisë Socialiste, deputeti Partisë Socialiste. E dini pse ju a them si shembull? Sepse edhe zoti Ulsi Manja
prokuror ishte dhe në fund fare shkoi dhe u bë deputet i Partisë Socialiste. Pra, e kemi si praktik në Shqipëri dhe sidomos Partia Socialiste prokurorët i ka shumë xhan. Dhe prandaj ju them që rasti i zotit Meta do të shikoni shumë prej tyre ishin edhe patronazhist, në fakt kjo nuk është as pak sekret. Nuk është sekret dhe ato me krenari e kanë thënë vetë dhe kanë pranuar, po ju them që rasti zotit Meta do ngelni të habitur kur Spaku tregon që influencën e quan vepër penale. Merrni një libër juridik dhe të citoni influenca konvertohet në vepër penale. Rasti tjetër, mesazh telefonik SMS konvertohet në euro. Vetëm Spaku i bën këtu, këtu i ke këtu. Po thjesht nuk du ta nxjerrësh me fakt konkret. SMS pa numra, me shkronja. Si e konvertojnë në para? SMS thuhet në një rast, kanë nxjerrë disa media të tjera, se si është e çuditshme kjo, ta nxjerrin mediat e tjera. E çuditshme. Kur thua 200.000 votues, Spaku thot 200.000 euro. Si konverton? Pra një organ prokurorie nuk mund të marri provën dhe t'i shtoj diçka provës. Ose faktin, se nuk është e provuar. Faktin. Vetëm kjo ndodh në Shqipëri. Kaq ju them të kuptoni në cilën situatë jemi, afërmendësh do marrim çfarë fakte edhe t'i konvertojmë në prova dhe përbërje veprës penale. Pra, e kuptoni fjalën afërmendësh për çdo qytetar. Tjetër i posaçëm për patjetër këtu do të jemi, dosjen e kam këtu. Uroj që zoti prokurorët e dashur të na lexojnë nesër kërkesën e tyre, ne të bëhemi gati dhe sa më parë gjykata dhe gjyqtarja e seancës paraprake të dalin me një vendimarrje dhe qytetarët të mësojnë të vërtetën që ndaj zotit Ilir Metaj, president të Republikës Shqipërisë, kryetarit të një partie parlamentare dhe grup parlamentar, nuk ka zero fakt që të përbëjë vepër penale. Qartë. Zhdëna, ju falenderoj. Faleminderit. Ju falenderoj dhe për ftesën. Faleminderit edhe ju, zonja dhe zotrina Ndoqët.